Allahu subhanahu wa ta'ala thot: O besimtar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si ju ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat. I dërguari sallallahu alaihi wasallam na rëfen se Allahu ka thënë: çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Agjërimi është mbrojtje, e kur të agjëroj ndonjëri prej jush, le të mos bëj punë të ndyra dhe të mos grindet. Por nëse dikush e fyen ose dëshiron të rrihet, le të thotë: unë agjeroj. Pasha atë në dorën e kujt është shpirti Muhamedit. Era e gojës së agjëruesit tek Allahu është